Dhimbje për humbjen e jetës së 25 vjeçares Gjoana Nikolli vijojnë ndërmjet e fortë në Lezhë. Këtë diel 10 qytetar të afërm dhe familjarë u mblodhën në një homash simbolik ku ndezën qirinj dhe kërkuan drejtësi për të rënë që humbi jetën në rrethana tragjike. Mes lodhëve familja Gjoanës foli për këtë rast, motrat e saj kërkuan që policia dhe prokuria të çojnë deri në fund hetimet dhe përgjegjësit të përballen me ligjin. Ne jemi mbledhur sot këtu me një dhimbje shumë të madhe. U bën 2 muaj për ikjen e Gjoanës, edhe pse s'na besohet. Po, akoma nuk është vendosur drejtësi dhe kërkojmë dhe bëjmë një lutje gjithë institucioneve përkatëse, i lutem ta zbulojmë të vërtetën e Gjoanës dhe të kapet autori. Kjo drejtësi është edhe sensibilizim për gjitha femrat se nuk dua të dëgjoj nesër pas nesër dhe vajzat e tjera që vinë kenë fatin e Gjoanës. Ne kemi besim dhe shpresojmë që drejtësia të vendoset në vend sa më shpejt dhe të autorit të kapet, gjithashtu institucionet të bëjmë punën, mos ta zvarrisin, mos ta lënë në harres, edhe çdo veprim ta bëjmë me transparencë dhe të dalë e vërteta. Ne kërkojmë përgjigje, kemi shumë pyetje, nuk po marrim përgjigje akoma. Pse s'është kapur akoma autori? Çdo gjë po e presim edhe kemi dalë këtu që të vendoset drejtësi. Çfarë kanë thënë nga policia? Keni pasur komunikim ndonjë? Ata po bëjnë punën e tyre, kanë bërë gjitha gjërat që u takojnë institucionet dhe policisë, por që të vazhdojnë të kërkojnë, mos të ndalen, që të kapet sa më shpejt. Të pranishmit që morën pjesë në homazhe apeluan për më shumë reagim dhe mbrojtjen e vajzave dhe grave që përballen me dhunë apo kërcënime, ndërsa theksuan se ngjarje të tilla nuk duhet kalojnë në heshtje.